Nafta është shqetësimi kryesor, ku kryeministri do duhet të merrte vendim në raport me krizën e cila jo vetëm që është e thellë, po në bazë asaj se sa po shohën në media ndërkombëtare dhe njës ndërkombëtar mund të jetë kriza më e madhe ekonomike më e madhe se sa Covidi. Se nuk është që do të tejkalohet me hapjen apo mos hapjen e ngushticës së Hormuzit. Ne sot nuk është vetëm kriza që po përmendim se isha edhe duke bërë një hulumtim gjatë javës pa u lidh me Hormuzin. Ne sot, nëse ndodh ndonjë bllokim i kufive, nuk kemi as ilaçe të mjaftueshme për terapitë që duhet për pacientët që i kanë tregulta, më shumë se sa për disa ditë. Nuk kemi rezerva pra. Dhe ne po sillemi në një rreth duke menduar se asgjë s'po ndryshon, duke marrë me krizat brendshme. Pikërisht kjo, do thotë na jemi duke u përballë me një situatë politike të brendshme e cila është pa precedent. Do mendoj që detyra e partive politike në opozitë, detyra jonë si deputet nuk është që të humbim në këtë betejën me detajet që e banë me nejaj. Edhe dje për shkakun se si erdhë dhe u morë me mediat, u morë me thasë me pare që i financojnë mediat, neve na vjen me ditë, nëse diçka e tillë ndodh, kush i financon? Kush i pranon këto të holla, se është duke fol kryeministri i vendit? Duhet deputetët Komisioni për Siguri të ketë informatat e sakta se çfarë po ndodh. Prandaj unë mendoj që përtej asaj se si mund të duket debati për zgjedhjen e presidentit, se a na thirr zoti Kurti apo nuk na thirr zoti Kurti në takime të tilla. Ne nuk do duhet të bëjmë viktim. Mbrëmë kam thënë edhe në Rubikon dhe kam konfirmuar se ftesa ju ka ardhur në PDK që të takoni sërish, zotit Hamza në këtë rast. Ftesa na ka ardhur dhe unë mendoj që partitë politike duhet që të sillen konform parimeve dhe vlerave tyre se si mi sjell çdo herë. Duhet të themi po dialogut politik. Por nuk mendoj që dikush duhet të beson në opozitë, që zoti Kurti do ta zgjedh presidentin e vendit bashkëpunim me neve. A keni ju përgjigje? A do të t'i përgjigjeni me takim? Ne do ta diskutojmë si kryesi. Ende s'ka një qendrim prerë. Ma mërmenet që është detyra e zotit Hamza dhe e kryesisë që ta orientoj debatin, por është dëshirë e zotit Kurti, që realisht nga hanja të vazhdoj me ushtrusën e detyrës së presidentit. Dhe unë nuk e prashtoj mundësinë që edhe pas këtij afati, ne mund të kemë një situatë ku ai do ta testojnë edhe më tutje rendin kushtetues. Nuk e prashtoj